Nuk ndalet Ilir Trebiska, një nga përfituesit më të mëdhenj të pasurive publike falnjohjes që ka me Edi Ramën. Pas shumë lejesh ndërtimi, ai do të marrë edhe Pallatin e Sportit Aslan Rusi. Projekti për zhvillimin e tij është dhënë një konsorciumi, Trematek ShPK plus Likado BV dhe Albanian Capital Group ShPK plus BCN Investments BV plus MVRDV, të kryesuar nga kompania Trematek në pronësi të Ilir Trebiskës. Projekti parashikon shembjen e godinës aktuale dhe ndërtimin e një kompleksi të ri sportiv dhe kullash për banim, duke i hapur rrugë një tjetër transformimi me karakter fitimprurës të një pasurie publike. Sipas njoftimeve zyrtare, projekti i shpallur fitues do të ndërtojë një arenë të re sportive me rreth 6.000 vende, ambiente multifunksionale dhe hapësira për trajnim. Por ndërkohë përfshin edhe 26.500 m2 ndërtim për banim dhe tregti. Bashkia Tiranë, që është pronare e Truallit, do të përfitojë një strukturë sportive të re, ndërsa partneri privat do të ketë në dorë ndërtimin dhe shitjen e njësive rezidenciale dhe tregtare. Në krye të juristë që përzgjodhi projektin ka qenë vetë kryeministri Edi Rama, së bashku me disa emra të tjerë të administratës së lartë, përfshirë ministrin Blendi Goxha dhe përfaqësues të korporatës së investimeve shqiptare. Kjo e fundit e autorizuar nga qeveria në muajin maj, ka vepruar si zhvillues i pronës dhe autoritet kontraktor në procedurën e përzgjedhjes. Ilir Trebiska, i cili njihet si mik personal i Ramës, nuk është i panjohur në skemat e favorizimeve publike përmes kompanisë tjetër Drima dhe I&I ShPK. Ai ka marrë më herët statusin e investitorit strategjik për ndërtimin e një fshati turistik në Dërmi, një tjetër pronë publike e kthyer në projekt komercial. Ish basketbollisti që u kthye në oligark fal miqësisë me kryeministrin Edi Rama, që nga koha kur të dy kanë qenë të angazhuar me basketbollin, ka përfituar miliona metër katror prona publike, si dhe leje për ndërtim kullash, kompleks pallatesh, vilash dhe resorte nga Tirana në Dërmi.